Shëndet nga kuzhina Nirit. Sot kam vendosur me ndonë me ju edhe një recetë si ta përgatitni një bukë të shëndetshme që mundeni me konsumu, një bukë që nuk ju trosh as pak. Pra, krejt që na nevojiten janë 300 gram që i kom përzi të forave, përzime duhet me qenë. Pra, nga këto 300 gram janë të përzira fora të kungullit, fora qia, fora të lirit, që janë kështu të shprishura, jo krejt kështu normale, edhe fora të luledjellit, plus fora të sosomit. I kom përzi, pra, gjithsej 300 gram janë të përzime nga të gjitha. Çka na nevojitet tjetër, janë 250 gram me tërsher. Këto, pra, si që përshefni, 100% janë të falkon, kështu që strashen. Një lugë të mesme me krip, si dhe 500 ml ujtë nxehtë, ujtë val. I kemi përzit të gjitha forat, tash marrin 250 gram tërsher kështu. Qesim një lugë të mesme me krip, e shtojna 500 ml me ujtë të nxehtë. Është një bukë super e shëndetshme, sidomos për juve motra që s'po dani me u trash, se bashkë më keni lodhë në komente, oj njeri na myte me brum, oj njeri na myte me torte, oj njeri ashtu, oj njeri kështu, po a, hajtë se njeri pra prej dietës e deri tashti veç kom ju bov dishkëll. Tash ju do pësaj. Une jam a din sezon. Dimrit, s'ka lidhje, trashem, hajna çka dojna. Pak para se me ardhera, bina për rap në të peshen që jemi kom. Kështu që mos ja unin bëveshe, a jemi motra si jemi, veç vazhdojna. E përzina mirë brumin. Brumin e shëndetshëm. Brumin e kemi përzi. E lojna një 15 minuta të pushoj, pra brumi e shefni si është ngjit, tamam si me përgatit me miell. Formën e tepsis, ose e lyni me pak vaj, ose me pak gjalp. Pasi që pushoj pra brumi, furrën e lçani me nxe në temperaturë 180 gradë. Brumin tash e kemi përzi, e kemi lënë me pushu, edhe qesim në tepsin e lyer me pak gjalp. Pasi që kemi qit edhe brumin në tepsi, tash morrim vaj ulliri edhe qesim veç pak edhe me vaj ulliri e lyna përmi që t'i bëhet ajo kurja pak e mirë edhe bëhet shumë e shishme, po ashtu vaj ullirit është shumë i shëndetshëm. E lyna përmi me vaj ulliri edhe e fusim pra bukën me opjek në temperaturë 180 gradë. Për juve po ashtu që nuk e përdorni bukën e bardhë, super është. Për juve që doni me humb pesh, super është. Për juve që s'keni mo me më komentu, po doni pra shëndetshëm, urdhërani, edhe për krejt është kjo, për të gjithë që të knoq. 100% e shëndetshme me fora të shëndetshme. E lyna mirë pra. Edhe e bojna kështu drejt. Tash mbasi kemi ly me vaj ulliri, e fusim tepsin pra në furrën e nxehur në temperaturë 180 gradë. Edhe bukën e kemi hek prej furrës, e kom pjek në 180 gradë pra në temperaturë, 180 gradë për 40-45 minuta, duket kështu edhe perfekt.
e bojna tash të prerjen e shefni pra se si duket nga brenda, mundeni me ly me pak krem djath, pak domote, qitni pak tronguj për ndryshe kastraveca, edhe ju knoq e shëndetshme, pa pik kalorive pra, sepse është krejt me fora të shëndetshme. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të cetat mia, faleminderit për përkrojnë që ma beni komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Gëthem. Miru pofshim!